janë edhe 1323 lajme të cilat janë publiku prej medjave të Kremlinit në vendin tonë. Kremlini po vazhdon me pas interes me rrit numrin e publikimeve për Kosovën. Këto publikime janë ngjarje të zakonshme që munden më ndodh në Kosovë. Janë identifikuar fillimisht 20.000 linqe të dyshimta, pra që kanë përmbajt keywords të cilat ne I kemi pas target. Prej tyre, 2361 janë analizuar në mënyrë të thellë për përmbajtje dezinformuese të Kremlinit në vendin tonë. Elementi tjetër I cili është analizuar janë edhe 1323 lajme të cilat janë publikuar prej medjave të Kremlinit në vendin tonë. Pra janë publikuar jo në gjuhën ruse, po janë publikuar edhe në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën serbe. Pra në më pak se 6 muaj. Për Kosovën janë prodhuar 1323 artikuj të financuar me mjetet e qeverisë ruse. Tash dalim dhe tregojmë sa I bjen kemi mesatare ditore. Normalisht, ekspertiza jonë është bukur e madhe në ekipin tonë. Pra kolegët që kanë punuar në analizim, identifikim e tjerë, kanë trajnime të vazhdueshme dhe kanë edukim të vazhdueshëm për fushën e dezinformimit. Dhe normalisht jo gjithmonë ne I dim gjitha. Për këtë arsye metodologjisë tonë I kemi shtu edhe intervista të thelluara me krejt aktorët vendor dhe rajonal, të cilët dinë dhe kanë monitoruar fushën e dezinformimit. 52 ekspert apo njerëz që janë marrë me fushën e dezinformimit janë intervistuar brenda këtyre 6 muajve në intervista të thellë. Pra ekspert nga Shqipëria, ekspert nga Serbia, ekspert nga Kosova kanë dhënë kontributin e tyre në një formë ose tjetër gjatë hartimit të këtij raporti. Na kemi monitoruar dhe vitin e kaluar trendin e publikimeve në këto media të 4 media të kontrolluara prej Kremlinit dhe në fillim të vitit kur I kemi pas zgjedhjet e rregulla, trendi ka qenë kogja major. Në ndërkohë e kemi pas një monitorim të thukt në muajin shtator deri në tetor për me pas zgjedhjet lokale sa po monitorohet dhe mesatarja ka qenë diku 6 lajme në ditë. Trendi pra ka shku duke u rritur. Të paktën ne 2 lajme në ditë tash është më shumë se sa që ka qenë në muajin shtator. Që nënkupton që Kremlini po vazhdon me pas interes me rrit numrin e publikimeve për Kosovën. Këto publikime janë ngjarje të zakonshme që munden më ndodh në Kosovë, mirë po të gjitha janë të ngjyrosura me dezinformata. Për shembull, nëse ka ndodhur një incident, qoftë edhe një aksident trafiku ose një vjedhje e një veturës, me automatizëm mediat e Kremlinit e paraqesin këto si torturë ose si veprim I qeverisë kurti kundër qytetarëve serbë po synohet për ndjekja. Pra secila prej këtyre publikimeve është e ngjyrosur me dezinformata të cilët Kremlini synon me I përcjell. E ka disa dezinformata të cilat na I kemi identifikuar dhe disa synime të Kremlinit çka ata synojnë dhe pasqyrojnë, tentojnë me pasqyru që po ndodh në Kosovë.